Jo, përshëndes të nderuar teleshikues, unë jam Albir Akip, do të jemi së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Jemi zhvendosur së bashku në këndin e të ftuarit të ditës dhe për gjatë minutave në vijim do të ndalemi dhe do të flasim se rekon të gjitha zhvillimeve nga bota dhe konkretisht do të ndalemi tek lufta e ashpër e cila është duke u zhvilluar ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, pavarësisht ndërmjetësimit dhe rolit të madh që ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se rekon kësaj pjese Vladimir Putin nuk ka hequr dorë nga sulmet e njëpasnjëshme me raketat të cilat kanë goditur infrastrukturat qendrore të Ukrainës, pavarësisht se vijojnë të mbeten ende në negociata për arritjen e një armpushimi dhe paqe ndërmjet dy vendeve. Vetë presidenti amerikan Donald Trump e ka sinjalizuar të martën se durimi i tij me Vladimir Putin është duke mbaruar, duke paralajmëruar udhëheqësin rus se Vladimir Putin po luan me zjarrin, duke refuzuar të angazhohet në bisedime serioze paqeje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Për të diskutuar se rekon të gjitha këtyre zhvillimeve, do të jem në një komunikim të drejt për drejt me një nga personat dhe një nga individet e cila kanë ndjekur vazhdimisht të gjitha zhvillimet e cilat lidhen me këtë luftë. Ai është ekspert sigurie, pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, më bashkohet Dritan Goxhaj. Dritan, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Faleminderit për ftesën, përshëndes juve. Dritan, si i ke parë dhe si i ke ndjekur të gjitha këto zhvillime, pavarësisht se jemi dhe vijojnë ende negociatat për një armpushim deri në arritjen e një paqeje të qëndrueshme ndërmjet dy vendeve, Rusia nuk heq dorë nga sulmet e njëpasnjëshme drejtuar Ukrainës. Çfarë është duke ndodhur? A mbase nuk po e bën ashtu siç duhet rolin SBA dhe Trump, i cili premtoi që për një muaj pas marrjes së detyrës do ta finalizonte dhe do të arrinte paqen Rusi-Ukrainë? Shko, po ndodha normale, atje po vazhdon një luftë, të dyja palët posedojnë njëra tjetrën sipas kapaciteteve ushtarake të cilat posedojnë palët, pavarësisht se kanë marrë vesh që duhet të ulen dhe do të ulen në tavolinë bisedimesh. Janë duke përgatitur biles për të ulur në tavolinë bisedimesh dhe sipas palëve mendohet që data 2 qershor të jetë dita e parë kur ato do të fillojnë të ulen në këto bisedime në Stamboll sërish. Por kjo nuk do të thotë se ato do ndërpresin luftën, për arsye se të dyja palët mundohen terreni ai, pra duhet të kemi parasysh, është terreni ai i cili përcakton tërësisht përparësinë e njërës ose tjetrës palë në bisedimet e ardhshme për çfarë do bisedime. Dhe kështu që të dyja palët po mundohen që të përdorin terrenin, pra luftën në terren, të përdorin ato kapacitetet luftarake që kanë për të kontrolluar sa më shumë, për të dëmtuar sa më shumë palën tjetër, se një palë në mënyrë që nesër të kenë mundësi të shtojnë kërkesat e tyre në tavolinën e bisedimeve. Pra është një diçka normale që ndodh në raste të tilla dhe ka ndodhur në çfarëdo lloj konflikti tjetër të armatosur që kemi pasur dhe që kemi parë deri më sot. Por ndërkohë, a e duan realisht të gjitha palët një armpushim dhe një paqe? Dritan, pasi duket sikur kjo luftë në një farë mënyre edhe i ka pasuruar dhe i ka shtuar burimet dhe resurset e tyre, gjithmonë flas resurset personale të individit. Sepse duket vazhdimisht sikur këta të fundit e kërkojnë luftën vetë në vend që të ulen për paqe. Duhet kemi gjë parasysh që armpushimi dhe paqja janë dy gjëra të ndryshme. Pra armpushimi njërës palë intereson, palës tjetër nuk intereson, ndërsa paqja ju intereson të dyja palëve. Por të dyja palëve, paqja ju intereson në aspektin e saj se si intereson njërës palë. Pra, me kërkesat që ka njërën palë, me kërkesat që ka palën tjetër. Aktualisht të dyja palët kanë kërkesat diametralisht të kundërta, cilat nuk puqen. Për këtë arsye, po ofrojnë edhe këto tavolinë bisedimesh. Pra kjo tavolinë bisedimesh, pra si quhet tryezë paqe, nuk është në realitet një tryezë paqe, një tryezë tavolinë bisedimesh, në cilën do të diskutojnë pikpamjet e tyre mbi arritjen e kësaj paqe dhe të shohin që të dyja palët, pra pikpamjet e tyre që për momentin janë diametralisht të kundërta, të mund të puqen diku dhe të arrijnë një paqe, ndërsa për sa i përket armpushimit, normalisht që ajo palë e cila është në avantazh dhe aktualisht në avantazh është pala ruse, asaj nuk intereson as pak armpushimi, për arsye se çdo lloj armpushimi do të jepte mundësi palës tjetër, kundërshtarëve saj pra aktualisht Ukrainës, që të mund të rigruponte forcat, të rifreskonte ato, të rifunizonte me armatim më kollaj dhe të përgatitej për një mbrojtje akoma më të mirë ose edhe për një sulm tjetër ose për një kundërsulm tjetër. Prandaj janë dy gjëra të cilat janë ndarë, paqja dhe çështja e armpushimit, ndërsa për sa i përket çështjes së përfitimit, në këtë aspekt përfitimi personal mund të hyjë dhe mund mos hyjë, për arsye se kemi një luftë e cila po zgjat si 3 vjet dhe pavarësisht neve e shohim nga jashtë si përfitim personal, duhet kemi gjë parasysh që asnjëra palë, pra individët nuk janë në gjendje që ta mbyllin këtë sipas
mendimet e tyre sipas dëshirës tyre dhe me një të rënd të çekiçit në tavolinë, për arsye se janë të angazhuara një shoqëri e tërë, pra në Rusi është të angazhuar një shoqëri e tërë politikisht ushtarakisht, në Ukrainë po ashtu është angazhuar një shoqëri e tërë politikisht dhe ushtarakisht, dhe me Ukrainën është angazhuar edhe gjithë Perëndimi, prandaj nuk mundet që sot një individ i vetëm të thotë që okay, unë po heq dorë nga gjithçka dhe po e mbyll, për arsye se në këtë mënyrë ai do të binte që të kishte në kurriz të gjithë këtë pjesë të kësaj shoqërie e cila e mbështet atë, pra do të rrezikonte të ardhmen e vet, jo vetëm politike, por edhe atë personale. Prandaj është pak e vështirë për që kjo të ndodhi direkt ndërmjet vetëm dy personave dhe të jenë ata që vendosin, pavarësisht se ne shohim aspektin që personat ose individët përfitojnë. Normalisht ka përfitues në luftë, në çfarëdo lufte ka përfitues, por mendoj që në fund ai që përfituesi më i madh në këtë luftë duhet të jetë humbësi më i madh në këtë luftë është populli, është gjithnjë populli nga të dyja palët, sidomos nga pala e cila është aktualisht në humbje, kurse fitimi pavarësisht se ka individ që mund fitojnë, kjo nuk është se po ndikon në gjë të madhe në aspektin në qasjen që ka në shoqërinë në cilën ata bëjnë pjesë. Ndërkohë, si kanë qenë këto vite të luftës, Dritan, duke patur parasysh mënyrën, eksperiencën, ekspertizën që i ke bërë në shumë studio të ndryshme televizive luftës Rusi-Ukrainë, dhe në fund të ditës, a do të arrihet ajo e cila na intereson të gjithëve, paqja? Shiko, do të kemi që para lufta, aktualisht ne kemi hyrë në një kategori tjetër të luftës, kemi hyrë në atë që quhet lufta moderne, dhe po ta shihni kjo luftë aktualisht dominohet nga dronët, pra pavarësisht se pra është kryesore dhe drejt në aspektin që kur themi dominohet, nuk do të thotë që luftën po e bëjnë dronët, pasi droni sërish nuk arrin të ndalojë, pra mund të shkaktojë dëme të mëdha, mund të sjellë rikondicion më të mirë të terrenit, mund të sjellë njohje më të mirë të veprimit të armikut dhe të lëvizjes së armikut, e cila mund të japi në kohë reale vendodhen e armikut dhe të japësh kundërpërgjigje. Sërish mbeten baza, mbetet këmbësoria, mbetet artilleria dhe mbetet aviacioni. Dhe këto janë ato që janë përdorur, por të gjitha këto janë përdorur mbi bazën e këtyre dronëve. Pra, në fillim kanë qenë dronët dhe pastaj vjen pjesa tjetër që vepron mbi të dhënat që merren nga droni. Dhe në këtë mënyrë kemi hyrë në atë fazën që quhet lufta moderne. Për kjo është lufta moderne, aktualisht sot dhe e ka bërë luftën edhe më të shpejtë, po edhe më të vështirë. E ka bërë më të vështirë në një aspekt për arsye se aktualisht kjo luftë bie mbi kurrizin e ushtarit, pra mbi kurrizin e individit, për arsye se aktualisht sot nuk mund t'i afrohesh frontit, pra çdo lloj vije fronti për të çuar sot ndihma, për të çuar ushtar, për të çuar municione, për të ndërruar forcat që ndodhen në vijën e parë të frontit aktualisht deri dje, pra para se ndodhet kjo luftë, çdo lloj ndodhe me makinë, pra hypnin në një makinë, hypnin në një autoblind, hypnin në një tank dhe shkonin deri në vijën e parë të frontit ku kishin garanci dhe ku shndroheshin, ndërsa sot asnjë tank, asnjë autoblind, asnjë mjet nuk mund t'i afrohet vijës së frontit në një largësi prej 10 kilometrash pa u vënë re nga këta dronë. Dhe në momentin që vjen re nga dronë, secila palë automatikisht ndërmerr pastaj sulme me raketa, sulme me avion, sulme me artilleri toksore për të ndaluar këtë furnizim dhe këtë ndërrim të forcave. Dhe në këtë moment është individi i cili ai e merr të gjitha pajimet, të cilat mund peshojnë 30, 35, 36 kg deri në 40 kg dhe duhet të bëjë këtë 10 kilometrash në këmbë në grupe të vogla për të shpëtuar këtyre dronëve dhe për të shpëtuar kësaj goditje. Pra, në njërin aspekt lufta moderne ka sjell njohje më të madhe të terrenit, ka sjell veprimtari më të madhe nga ana ushtarake dhe më të shpejtë, pra goditje në kohë reale të çfarë objektivi, të çfarë lloj objektivi që ti e shef, por nga ana tjetër jemi rikthyer sërish asaj vite që ushtari tashmë mban gjithë barrën e kësaj lufte dhe duhet të lëvizë në një terren i cili është totalisht nën kontrollin e të dyja palëve dhe të shmanget çdo lloj goditje duke përdorur terrenin për të kamufluar dhe për të lëvizur në mënyrë që të mos diktohet në grupe të vogla. Pra nuk mund të bëhet më lëvizja në grupe të mëdha. Grupet janë të vogla, 3 deri 4 veta, çdo grup që kalon mbi 5 veta automatikisht bëhet me një shënjesë sepse dallohet nga çdo lloj droni. Si e spjegojmë, Dritan, që pavarësisht se jemi në tavolinën e negociatave dhe deri në një farë mënyrë kemi indicje për realizimin e një armpushimi apo realizimin e një paqeje të qëndrueshme, Rusia, por nga ana tjetër edhe Ukraina nuk qëndrojnë të qeta, por vijojnë duke luftuar, qoftë luftën moderne që sapo më spjegove pak më sipër me dron, raketa e të tjerë. Shiko, duhet kemi që parasysh, paqja vjen në dy mënyra, ose nëpërmjet diplomacisë, pra nëpërmjet një bisedimi në të ose vjen nëpërmjet terrenit. Nëpërmjet terrenit do thotë që njëra palë duhet të humbasë dhe të kapitullojë. Pra të dyja palët janë duke përdorur po përdoren njëkohësisht të dyja, tashmë kanë vendosur deri tash i kanë përdorur vetëm terrenin, pra në këto 3 vitet e fundit. Dhe tashmë kanë vendosur që kësaj të shtojnë edhe anën diplomatike, pra të ulen edhe në tavolinë e bisedimeve dhe për të biseduar për ta ndërprerë këtë luftë, pra për të sjellë një paqe. Por gjithnjë është terreni ai që e përcakton, terreni është ai i cili dirigjon edhe bisedimet e paqes, nëse do të ketë apo jo. Normalisht dikur do të ketë një paqe për arsye se
lufta nuk do të shkojë pafundësisht, sepse njëra palë do të konsumohet më shpejt se tjetra. Kush është konsumuar deri në këtë moment, Dritan? Aktualisht pala që është konsumuar më shumë është Ukraina, për arsye se Ukraina ka konsumuar njerëz, ka konsumuar më shumë materiale lufte, ka konsumuar më shumë ndihmë ushtarake nga gjithë bota dhe aktualisht ka mbërritur në një pikë ku nuk mundet të prodhojë më ushtar për të zëvendësuar humbjet e saj në front, siç i prodhonte më përpara. Pastaj kemi edhe problemin e armatimit dhe municionit, i cili ka vazhduar të paksohet, pasi edhe Perëndimi nuk ka më ato kapacitete që kishte në fillim të kësaj lufte për t'i dhënë Ukrainës. Dhe po të shohim aktualisht vetëm në aspektin e mbrojtjes kundërajrore, aktualisht vetëm nga ajo që juve përmendet që sulme me goditje me raketa dhe me dron që rusët kanë bërë këtë javë në fundit, tregon qartësisht që kapaciteti i mbrojtjes kundërajrore i Ukrainës është konsumuar shumë sa është e pamundur që të përballohet i gjithë ky sulm i madh. Dhe për këtë arsye edhe rusët vazhdojnë këto sulme të mëdha në mënyrë që të konsumojnë edhe ato që kanë mbetur, duke hapur kështu vetes një rrugë për të goditur në thellësi, pra për të bërë goditje strategjike, ata duhet që të konsumojnë të mbrojtje kundërajrore të Ukrainës në mënyrën që nesër të mund të përdorin të gjithë hapësirën ajrore të Ukrainës më lehtë nga avionet e tyre dhe më të sigurt, duke mos pasur mbrojtje kundërajrore, atëherë kanë më mundësi të afrohen më shumë drejt objektivave të ndryshëm, të cilët ndodhen në një largësi shumë më të madhe nga fronti, dhe kjo bën atë që quhet goditje strategjike në thellësi, duke i pamundsuar kundërshtarit që të mund të furnizojë me armë vijën e frontit, të mund të furnizojë me ushtarë vitën e frontit dhe të mund të mbajë dhe duke shkaktuar këtë shkëputjen e zinxhirit komandues dhe në veprimet taktike dhe operacionale. Nëse ne vjojmë në këtë linjë, atëherë çfarë kuptimi kanë të gjitha negociatat e kryera deri në këtë moment? Nëse Rusia nuk dorëzohet dhe vijon të dobësoj forcën e ushtrisë ukrainase për të glabëruar territor, atëherë për çfarë nevojiten këto negociata? Ndërkohë që janë futur shumë palë në këtë mes. Atëherë pavarësisht palëve, këto negociata gjithmonë janë të nevojshme, për se të dyja palët e dinë, pra, vetëm palët që janë në terren, në luftë, e dinë shumë mirë gjendjen e tyre dhe gjendjen e cilën ndodhen dhe mund të vijmë në një moment që njëra palë që është konsumuar më shumë për të mos humbur më të territor, për mos të humbur më shumë njerëz, pasi bëhet fjalë kryesore është njerëzit, pra, automatikisht ajo palë nesër nën presionin e këtij konsumimi dhe nën presionin e kësaj goditje të palës tjetër mund të pranojë ofertën e palës tjetër dhe të arrihet një paqe, nuk po them një paqe e përhershme, pasi këtu nuk do të kemi asnjëherë një paqe të përhershme, por një paqe qoftë edhe e përkohshme. Ndalem pak Dritan tek roli i presidentit amerikan Donald Trump në të gjithë këtë çështje kaq madhore e cila vijon prej disa vitesh tashmë. A ka dështuar Trump në mbajtjen e premtimit të tij për ndalimin e luftës, sepse ishte kur erdhi në pushtet dhe fitoi presidencën, ishte me shpatë në dorë në kuptimin e përfundimit të kësaj lufte. Çfarë nuk shkon? Problemi me Trumpin është që ai s'e ka kuptuar kur arsyeën e kësaj lufte dhe nuk ka kuptuar asnjëherë palët që janë në luftë. Pra e ka parë gjithnjë nga jashtë, e ka parë si një luftë dhe vazhdon ta konsiderojë që është një luftë të cilën ne duhet të ishim dhe që e bëri Perëndimi, e bëri Evropa, e nxiti ai, e nxiti ky. Por realiteti aktualisht kemi një luftë e cila nuk i ka rrënjët para 3 viteve, është një luftë e cila i ka rrënjët shumë më herët. Dhe duke mos e kuptuar këtë, ka menduar se mund ta ndalë këtë luftë. Pra premtimet e tij kanë qenë që në fillim premtime të dështuara, pasi nuk mund të realizoshin, pasi ka dy palë që kanë luftuar 3 vjet ndërmjet njëra tjetrës, janë vrarë dhe janë prerë, vazhdojnë të vriten dhe priten dhe godasin, domosdoshmë është që edhe sikur mos kishin qenë armik në të kaluarën, pra mos kishin pasur një nxitje urrëtie ndaj njëra tjetrës me vite më përpara, automatikisht këto 3 vite do të mjaftonin për të krijuar një urrëtie aq madhore ndërmjet palëve saqë çdo kush do të kishte të pamundur për të mbyllur këtë luftë në një të rënd të telefonit, siç ka premtuar Trumpi ose siç premtoi Trumpi. Prandaj them e ka parë luftën në mënyrë të gabuar, është duke vazhduar ta shohë luftën në mënyrë të gabuar. Dhe për sa kohë do të vazhdojë ta shohë luftën në mënyrë të gabuar në aspektin që Trumpi po pretendon që nuk është palë në këtë luftë, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë plotësisht palë në këtë luftë, për arsye se pa mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Ukraina nuk do të mund të realizonte asnjë lloj mbrojtje dhe të realizonte asnjë lloj operacioni ushtarak. Aktualisht pasi të gjithë mbulimi strategjik, të gjithë mbrojtjen strategjike, të gjithë informacioni strategjik dhe të gjithë armatimi që aktualisht që Ukraina merr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj Trumpi po hiqet sikur është asnjë anës, ndërkohë që në anën tjetër është totalisht pjesëmarrës. Prandaj them është duke gabuar në mënyrën e të parit të kësaj lufte. Në momentin që do të ndryshojë qasjen e të parit të kësaj lufte, atëherë besoj që do të jetë edhe më kollaj për Trumpin, po edhe më kollaj të shkojmë drejt një paqe. Pasi paqja nuk mund të shkohet duke kërcënuar të dyja palët që janë luftë. Pra Trumpi ka nisur një retorikë e cila herë kërcënon Rusinë, herë kërcënon Ukrainën, pra herë kërcënon Putinin, herë kërcënon Zelenskin, por kjo nuk sjell asnjë gjë ndërmjet dy personave që janë në luftë dhe që urrejnë me njëri tjetrin në mënyrë kaq të madhe, një kërcënimi, një personi të tretë nga jashtë
nuk ndryshon asgjë atyre. Dritan, luftën e cila po zhvillohet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, a e kanë ndihmuar këto palë që ditët e sotme theksojnë dhe kërkojnë armëpushimin, duke padur parasysh vendet e Bashkimit Evropian, duke padur parasysh NATO-n, duke padur parasysh SHBA-n, pasi kanë qenë këto vende të cilët e kanë furnizuar vazhdimisht gjatë gjithë kohës Ukrainën me armë. Po do të themi që parasysh lufta në Ukrainë është totalisht një luftë e NATO-s dhe perëndimit kundrejt Rusisë, pra kjo pavarësisht në atë që konsiderohet si lufta proxy. Është një koncept shumë i thjeshtë, pra është koncepti i tillë, në rast se dikush vjen dhe hap një fabrikë në Republikën e Shqipërisë, pra një huaj hap një fabrikë dhe në këtë fabrikë ai krahun e punës e merr nga Shqipëria. Pra gjithë krahu i punës është nga Shqipëria, ai pavarësisht se ka vendosur menaxher dhe drejtues të të gjithë këtyre menaxherëve dhe drejtuesve që ka vendosur në këtë fabrikë, ju ka bashkangjitur edhe nga një menaxher të huaj, pra për të kontrolluar punën, për të drejtuar operacionet e kësaj pune, të kësaj firme. Atëherë në këtë moment ne si themi që kjo është ndërmarrje shqiptare apo ndërmarrje e huaj? Automatikisht i bie që është ndërmarrje e huaj. Pra edhe lufta në këtë Ukrainë nuk është luftë e Ukrainës në realitet, po është luftë totalisht e NATO-s dhe e perëndimit ndaj Rusisë. Pse do ta kërkonin diçka të tillë dhe gjithmonë avancimin e mëtejshëm? Shko, këto janë interesa politike të ndryshme. Në fillim, Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra jo të administrata Trump, po administrata Biden, deklaronte që neve jemi edhe Bashkimi Evropian, që neve duam shkatërimin dhe shpërbërjen, goditjen dhe humbjen strategjike të Rusisë. Pra, humbje strategjike e Rusisë do të thotë që Rusia të humbiste fuqinë e saj ushtarake, pavarësisht se kur nisi kjo luftë, Rusia ishte shumë herë më e dobët dhe nuk kishte këtë fuqi ushtarake që ka sot. Pra në këtë luftë ajo arriti të bëhet një nga fuqitë më të mëdha ushtarake të botës, pasi nuk ishte e tillë në këtë realitetin. Dhe këta e ndihmuan që të bëhet e tillë një fuqi tashmë që është bërë një monster ushtarak dhe një nga është ushtria më e fuqishme aktualisht dhe më si ta themi aktualisht është fuqia e cila ka eksperiencën më të madhe dhe më të fortë në bërjen e një lufte moderne. Pra asnjë ushtri tjetër nuk ka sot këtë lloj niveli eksperience, këtë lloj ekspertize të kësaj lufte të ardhshme moderne. Deri ku mund të shkojë Trump në të gjithë këtë luftë, Dritan? Çfarë mund të bëjë? Çfarë është gjëja e fundit që mund të bëjë Trump për ta ndaluar këtë luftë? Unë nuk do shkoj atje për arsye se Trump është një person emocional dhe aktualisht rusët e kanë kuptuar që Trumpi është një person emocional dhe pas çdo bisede që ai bën, pas çdo deklarate dhe pas çdo bisede që bën me Putinin, ai ndryshon qëndrimet. Edhe në radhën tjetër që do kemi në një bisedë tjetër sërish, Trumpi do mbajë një qëndrim tjetër, pastaj pas disa ditësh kur ketë një informacion tjetër do mbajë një qëndrim tjetër. Pra është një person emocional, të cilët aktualisht rusët po e njohin, po e përdorin këto emocionet e tij, por ata nuk po ndryshojnë asgjë në vendimarrjen e tyre dhe pasi ata po i qëndrojnë besnik atyre vendimeve që kanë marrë në fillimin e kësaj lufte. Unë mendoj që Trump tashmë ose duhet t'i qaset luftës në një mënyrë tjetër, pra t'i qaset seriozisht në një mënyrë tjetër luftës, jo duke kërcënuar palët, jo duke i drejtuar palëve që duke parë veten si jashtë kësaj lufte, ose ndryshe nuk i mbetet gjë tjetër vetëm se të bëhet palë totale në këtë luftë dhe atëherë të shkojmë drejt një përplasje të madhe, dhe cila do të na çonte drejt një lufte të tretë botërore, dhe drejt cilës nuk do të kishim më paqe, por do të ishim të humbur të gjithë. E qartë. Dritan, të falenderoj shumë për analizën e realizuar deri në këto momente, si gjithmonë është të kënaqësi, ndërkaq që herën tjetër do të pres në studio për një panel më të gjerë për të diskutuar këtë çështje. Me kënaqësi. Faleminderit. Mirë, kemi qëndruar deri në këto momente me Dritan Goxhaj për të diskutuar se takon zhvillimeve më të fundit të cilat lidhen me luftën Rusi-Ukrainë, rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe të presidentit amerikan Donald Trump. Ne shkëputemi në publicitet, rikthehemi pas pak.